Përshëndetje nga Korça, jemi tek Muzeu Kombëtar I Artit Mesjetar. Muzeu që është këtu, dhe do të flasim avash sepse ka njerëz ditë javë dhe mbushet me njerëz që vinë për kulturën dhe për historinë këtu, është hapur në vitin 1980 në një godinë tjetër dhe pastaj para disa vitesh ka ardhur dhe tek godina këtu. Kryesisht ka ikona të cilat janë fetare, por jo vetëm, ka dhe gjëra tjera nga pjesa e vjetër e lashtë e Korçës dhe e zonës. Këtu për shembull shikojmë një mozaik I shekullit të 11 që kanë gjetur poshtë në dyshemeni një kishe. Këtu është një pjesë e 4 figurave të ndryshme të cilat tregojnë një histori. Kjo pjesa këtu është një hark që vjet mbi kisha dhe ky është Aleksandri I Madh me 2 zogj. Këtu dhe atje po të shikoni janë 4 zogj tek ajo, kurse këtu është një sfinks. Edhe nga pjesa këtej thonë që këtë e ka bërë Onufri, që kanë qenë I njohur për këto gjëra fiks, jo vetëm këtu, thonë ka qenë nga Elbasani, ka punuar dhe në Berat, ka punuar dhe në Kostur dhe në gjithë pjesën këtej. Vazhdojmë nga pjesa këtej. Shiko, kanar zakonisht janë të huaj këta që vinë, edhe ata mbi vete, edhe fotograf, edhe është e gjitha kjo pjesa këtu, janë të ekspozuara 400 figura të ndryshme, 400 pjesë të tilla, por poshtë, në pjesën këtu poshtë, janë 8000 copë të prezervora, sepse nuk mund t'i nxjerrësh që të gjitha. Shkojmë te Kati Lart. Erdhëm te Kati Lart, edhe këtu gjithashtu ka dhe audio guide, qofse nuk mund të thotë dikush gjithë historinë, ke një audio guide që ta japin që atje në fillim, edhe mund ta dëgjosh të gjithë historinë e vendit. Ja vlen totalisht të vish. Një gjë tjetër të rëndësishme që ka këtu është edhe laboratori I përmirësimit të këtyre ikonave, sepse shumë prej tyre nuk duken në ngjyrë dhe duhet ti bëjmë prapë, ti vizatojnë nga mbi vete, ti rregullojnë, ti restaurojnë. Laboratori I restaurimit, mund të thosh që është gjithashtu. Edhe bën një punë shumë të rëndësishme për këtë pjesën. Ikonat deri në vitin 1600 zakonisht nuk kishin emër, pra ai që ka pikturuar nuk thoshte diçka. Edhe më mbrapa dalin normalisht me emrin e tyre ata që I kanë pikturuar, që quhen gjithashtu jo piktor, por hagiograf në këtë rast fiks. Edhe francezët këtu erdhën të hanë djathtë, domethënë të shikojnë ikonat. Kanë ardhur të diskutojnë për ikonat e ndryshme. Për të parë. Është një vend që duhet ta vizitoni se s'bën, është hapur në 80-ën, pavarësisht se që ajo epoka atëherë nuk është se shikonin shqiptarët, e shikonin ata pak të huaj që vinin. Jo se që e ndaluar 100% për shqiptarët, por nuk reklamoi fare dhe nuk e dinin që ekzistonte, apo mbase s'kishin kohën mënyrë për të ardhur. Nëse vinin Korçë, ejeni dhe ju te Muzeu I Artit Mesjetar dhe mësojeni historinë nga brenda.